Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabave, laula tudafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum adhab al-qabr. Në qoftë se nuk do të ishit ju që i varrosni familjarët e juj, do ta lutja Allahun xhelle xhelalu të va mundson ta shihni se si dënohen njerëzit në varr. Allahun te bareke ve teala e falenderoj, atë xhelle xhelaluhu e madhëroj. Pre Allahu te bareke ve teala ndihmë dhe rahmet kërkojmë. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç e falenderoj ai veten e tij në fillimin e libit kur tha Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderimet i takojnë Allahut, Zotit të botrave. E falenderojmë Allahun xhallahu ala për mirësinë e shikimit. E falenderojmë Allahun xhallahu ala për mirësinë e ndigjimit. E falenderojmë Allahun xhallahu ala për mirësinë e shëndetit. E falenderojmë Allahun xhallahu ala për mirësinë e imanit dhe të islamit. E falenderojmë Allahun xhallahu ala për mirësinë e prindërve. E falenderojmë Allahun te bareke ve teala për mirësinë e fëmijëve. E falenderojmë Allahun te bareke ve teala për mirësitë e dukshme dhe për mirësitë e padukshme. La ilaha illallah. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për pejgamberin ton të dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ndale shtoj ju vëllezërit e mi natën edhe ditën, fshen horozi dhe haptazi që të thërret popullin e tij në shahadetin la ilaha illallah. Atë ditë kur ju thonte banorëve të Mekës, ja qaum, qulu la ilaha illallah tuflihu, o popullim, shqiptojeni me shahadetin la ilaha illallah që të shpëtoni tek Allahu te bareke ve teala. Paqja dhe mëshira e Allahu te bareke ve teala të gjitha qofshin edhe për mbartësit e mesazhit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. O ju robër të Allahut, kjo dunja sado që të zjatën një ditë do të përfundon. Ashtu siç i tha Xhibrili alayhi salatu wassalam pejgamberit ton, o Muhammed, ish ma shi'ta fa innaka mayitun, o Muhammed, jeto sa të duash, por dije se një ditë do të vdesish. O ju robër të Allahut, vdekja dhe agonia e saj janë hak. Ashtu si thot Allahu te bareke ve teala në librin e tij, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dhe atyre do t'ju vjen agonia e vdekjes me hak. Është aq e rëndë dhe aq i vështirë ai moment, sa që kur hyri Aisha radiallahu ta'ala anha tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pa në agoninë e vdekjes se si po dilnin djersët prej ballit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i tha atij, ja Rasulallahi innaka latu'ak, o pejgamberi Allahut, ty je në një agoni të rëndë dhe të vështirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, unë kam dy fishin e asaj që e shijojnë të tjerët nga njerëzit, për t'ja ngritë Allahu te bareke ve teala shkallët edhe gradat në xhenetet e larta. O ju robër të Allahut, por edhe jeta pas vdekjes është hak. Allahu te bareke ve teala thot, wa min waraihim ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Dhe njerëzit do të jetojnë në varr, pra në berzakh, deri në ditën e ringjalljes të madhe. O ju vëllezërit e mi, edhe pyetjet e varrit janë hak, wallahi billahi janë hak, dhe unë e besoj më shumë se sa e besoj që tash në këtë moment këtu ka dritë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, dhe kur do familjarët do ta vendosin njeriu në varr, fa innahu la yasma' qar'an 'alihim, ai do t'i dëgjon rapatjet e këmbëve të tyre. Në atë moment do të vinë dy melaqe për melaqeve të Allahu xhallahu ala, do ta ulin njeriu dhe do t'i thonë, man rabbuk, kush ishte Zoti yt, ma dinuk, kush ishte feja yte, wa man nabijuk, dhe kush ishte pejgamberi yt. Pra besimtari do thot, Rabbi Allah, Zoti im ishte Allahu, se jetova për Allah, u zgjova për Allah, flejta për Allah, hëngra për Allah, agjerova për Allah, jetova për Allah, vdiqa për Allah, kurbanimi ishte i gjithi për Allahun xhallahu ala.
Besimtari do thot feja ime ishte Islami, nga se sistem në jetë nuk e mora sistemin e pabesimtarëve, nuk e mora rregullin dhe festat e tyre, po me e mora rregullin e Islamit. Festat të cilat mi pati caktuar Allahu xhallahu ala në jetën Bajram, Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Unë nuk dija festa tjera për pos atyre të dijave, andaj edhe përgjigja në varë do tjetë feja ime ishte Islami. Dhe kur të pyetemi se kush ishte pejgamberi yt, shembulltyra yte, yrneku yt, besimtari do thot shembulltyra dhe yrneku im ishte Muhamedi i biri Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alej. Po ju robër të Allahut, jeta e varit është hak, sa që në një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve, laula tudafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum adhab al-qabr. Në qoftë se nuk do të ishit ju që i varrosni familjarët e juj, do ta lutja Allahun xhelle xhelalu të va mundson ta shihni se si dënohen njerëzit në varr. Mirë po ju vëllezërit e mi, në qoftë se do ta shohim askene të rënda dhe të vështirë, se çfarë pasojë dhe dënime të rënda kanë njerëzit në përvarre, nuk do të kishte pas ma lezet jeta në këtë dunja. Të nderuar robër të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një ditë prej ditëve, derisa ishte duke kaluar pranë dy varrezave, ju tha sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum, innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabir. Me të vërtet këta dy varreza, pra dy njerëzit që janë këtu në këta varreza, dënohen. Ata nuk dënohen për diçka të rëndë dhe të vështirë, për që ishte në jetën e kësaj dunjaje. Njëri prej tyre nuk kujdeseshte për pastërtinë dhe urinën, dhe tjetri prej tyre nuk kujdeseshte nga përgojimi dhe shpifja. Allahu na ruaj dhe na mëshiroft. O ju robër të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, në një natë prej netëve, me erdhën dy burra, pra dy melek, më kapën për dorë dhe më dërguan në një vend dhe në një hapësirë. Kur atje e pash një njeri të shtrirë, dhe dikush i cili ishte mbi kokën e tij i binte atij me gur derisa çaheshte koka, dhe pastaj derisa e mirte gurin përsëri, i ktheheshte koka në gjendjen e mëparshme. Dhe unë ju thash atyre të dyve, subhanallah, i lartësuar qoftë Allahu, kush janë këta të dy, kush është ky njeri? Ata më thanë, ky njeriu të cilit janë duke ia ça kokën, është një njeri i cili e dinte Kur'anin, e dinte halalin dhe haramin, mirë po nuk punonte sipas asaj. Ky njeri është ai i cili e dëgjonte ezanin e sabahut, as-salatu khairun minan nawm, namazi është më me vlerë se gjumi, por e kthente kokën anën tjetër. O ju vëllezërit e mi, thanë thjesht ky njeri janë hoxhallarët të cilët e kanë ditë halalin, por të cilët nuk kanë punu sipas asaj. E kanë ditë haramin, por nuk va kanë tregu njerëzve haramin. O ju robër të Allahut, këta njerëz janë ata të cilët e kanë ditë halalin dhe haramin, pra e kanë ditë fjalën e Rahmanit xhallahu ala, por nuk kanë punu sipas asaj. Dhe njerëzit të cilët e kanë dëgjuar ezanin për namaz, e jeni në namaz, e jeni në shpëtim, por shtrati kësaj dunja ju është duke atyre më i butë se sa të qohen në safet e muslimanëve të falen për Allah. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më morën ato dy burrat dhe shkova në një vend kur e pash një furrë. Pjesa e poshtme ishte e ngushtë, pjesa e lartë ishte e gjerë. Brenda në të kishte burra dhe gra lakuriq, ku sa herë që ndizeshte zjarri nga poshta ta ngjiteshin lart. Ju thash atyre, subhanallah, po kush janë këta njerëz, burra dhe gra lakuriq, që dënohen brenda në këtë furrë? Atëherë ata të dy, pra Xhibrili dhe Mikaili, më thanë, këta janë zinaqarët dhe zinaqaret e umetit tënd, o Muhammed, kështu do t'jetë dënimi tyre në varr, Allahu na rujt. O ju robër të Allahut, ka ardhur zemani dhe koha që në këtë qytet kaq të vogël, të dëgjon njeriu, të dëgjon veshi besimtarit, se si gruaja e martuar bën imoralitet dhe zina, se si burri i martuar bën imoralitet dhe zina, audhu billah. Kini më frikë Allahun e madh xhallahu ala. Ruajini nderin e familjeve të juaja. Ja ummet e Muhammed, la aghyr min Allah, min an yazni abdu au tazni amatu. O ummeti Muhammedit, s'ka më xhello se Allahu, se ta sheh robin dhe robëreshën e tij duke bërë zina. A nuk na mjafton halali që ne ka falë Allahu në shtëpia tona, e të shkojmë edhe të prekim harami dhe gjunahin? Wallahi zinaja është turpi i dunjas dhe nënshmimi dhe përbuzja e ahiretit. Pendoj o vëllahu im,
Në qoftë se dikush në këtë mezhlis dhe në këtë xhami të Allahut është prej tyre, Allahu na ruaj dhe nuk besoj që ka të tillë. Pendojeni o ju burra dhe o ju gra, se vallahi billahi kjo që e tha, vallahu juj është dënimi i varrit deri në ditën e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, dhe pastaj më kapën për dorë dhe shkova në një vend, pra këto dy burra Xhibrili dhe Mikaili, dhe shkova në një vend dhe e pash një lum i cili ishte prej gjakut. Brenda në të notonte një njeri. Brenda në të notonte një njeri. Kurse jashtë lumit ishte dikush që i binte me gur. Sa herë që ai njeriu i cili ishte brenda në lum dhe notonte në të mundoheshte që të del jashtë lumit, ai tjetri i binte me gur. Dhe i thash atyre, subhanallah, po kush është ky njeri? Ata më thanë, ky është një njeri i cili e hante kamatën nga ummeti yt. Kjo do t'jetë dënimi i varrit deri në ditën e Kiametit para atë njeri, la ilaha illallah. Ama ambe vëllazërit e mi, iqunive për atyre vendeve ku japin pare me kamat dhe kredit. Mos bëni asnjë transaksion bankar nëpërmjet kamatës, se vallahi billahi në dunja do të jetoni 60 apo 70 vjet, kurse në varr do të jetoni deri në ditën e mahsherit të madh. Nuk durohet o ju vëllezërit e mi me qindra dhe me vija vite të notojmë në një lum apo në një det prej gjakut dhe nuk mund të shpëtojmë prej asaj. Pse beti mbushim barqet tona dhe barqet e fëmijëve tanë me haram? Kamata është lufta me Rahmanin Xhellu wa Ala. Allahu subhanahu wa taala thot, në qoftë se ata nuk i shmangen kamatës dhe kreditit, falyadhanu biharbin min Allahi wa rasuli, le të përgatiten për një luftë me Allahun Xhellu wa Ala. Po kush më i del para Zotit? Më tregoni ju vëllezërit e mi, kush ka guxim që ti del përpara Allahut? Por Allahu Xhellu wa Ala kur të lufton, nuk të lufton me shpatë, astaghfirullah, nuk të lufton me armatimin dhe arsenalin që e ka bota sot, po të lishon problemet në familje, të lishon telashet në shtëpi, të jep një sëmundje që nuk mund t'i japish hall asaj, dhe në fund ta me shpirtin o Allah i na ruaj, dhe fundi është kështu i këtillë që na e përmendi pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. O ju robër të Allahut, jeta e barzahut pra është hak, ashtu si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe siç na tregoi Allahu Xhellu Ala. Zoti subhanahu wa taala thot në Kur'an, "En-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Ata i ekspozohen zjarrit të xhenemit mëngjes dhe mbrëmje, kurse në ditën e Kiametit Allahu do t'i thot familjes të faraonit dhe faraonit, gjuhuni në zjarr të xhenemit. Pra kjo ajet kuranor pa na tregon se faraoni tash në këtë moment që vëllau im është duke fol para jush, në mëngjes edhe në mbrëmje i ekspozohet zjarrit të xhenemit. O ju robër të Allahut, vallahi jeta mbas vdekjes është hak dhe do të mbetemi të vetmuar në varret tona, peng të gjitha asaj që e kemi punuar në faqen e tokës. Na ka në disa transmetime se varri për çdo ditë në mëngjes edhe në mbrëmje thotë, o biri Ademit, unë jem shtëpia e vetmis. O biri Ademit, unë jem shtëpia e errësirës. O biri Ademit, unë jem shtëpia e insekteve. O biri Ademit, që gëzohesh në tryezë me familjen tënde, tryeza yt është errësira ime. O biri Ademit, përgatituve për takimin me Allahun Azza wa Jall. Sa ashtu si që është duke fol tash në këtë moment hoxha, vallahi do të vjen ai moment kur ti shohim me lekët e Allahu Xhellu Ala për t'ia dhënë shpirtin dhe për të u transferuar tek Allahu te bareke ve teala. Elus Allahu na ka plot me mëshirën dhe rahmetin e tij. Zoti im dhe Zoti juaj është shumë falës dhe mëshirues. O sallallahu ala nabina Muhammed. Kurse sa i përket besimtarit o vëllau im, do të vim me laqet për xheneteve të Allahu Xhellu Ala me një mëndafsh, të cilit i vjen eramisk, erë të cilën e shijojnë të gjithë banorët e tokës dhe të qijeve përpos njerëzit edhe xhinët. Wallahi në qoftë se Allahu do të na i kishte shfaq mëndafshin që përgatitet për t'ia marrë shpirtin besimtarit, wallahi kushton më shumë se dynjaja dhe çka ka brenda. Pastaj vije me leku i Allahu Xhellu Ala dhe ja merr shpirtin besimtarit dhe e vendosën atë mëndafsh dhe i thot, ja ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. O ti shpirti qetë, i qetë se u qetësove me Kur'anën në dunja, i qetë se u qetësove me Allahun Xhellu Ala në çdo sprovë dhe çdo bela që të ra në dunja. Dil nga ky trup dhe ktheu tek Zoti i duke qenë i kënaqur me të dhe Allahu i kënaqur me ty. Dhe pastaj ju vëllezërit e mi ngjitet shpirti besimtarit deri në qijet e 7, atje pastaj kthehet në tokë në momentin kur lahet xhenazja dhe kur do të mbetet i vetmuar në varr,
e ti e përgjigjet e varit, atëherë një thirrës pe qiellit do thot: "An sadaqa abdi fa afrishu lahu min al-jannati furusha." E ka thënë të vërtetën robi im, andaj zgjerojeni varin dhe bëjeni atë kopsh për kopshteve të xhenetit. Elus Allahu xhallahu ala që të jemi prej tyre. O ju vëllezërit e mi, vdekja në realitet nuk është një realitet që duhet të na tremë dhe na frigon, por që të përgatitemi për ditën e takimit me Allahun xhallahu ala. Wallahi billahi, o ju vëllezërit e mi, njerëzit përgatiten për dasma. O vëllezërit e mi, njerëzit prej tash përgatiten për shëtitjet e verës. Njerëzit në verë përgatiten për t'i bërë gati të gjitha kërkesat që kërkohen për dimër. Është e natyrshme që njeriu të përgatitet për diçka që i vjen pas, por nuk ka udhëtim më të gjatë pa kthim se sa udhëtimi i ahiretit. Andaj Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kur filloi të qanë në momentet e fundit dhe dikush i tha: "Pse o imam je duke qajt?" Ai recitoi një vjershën dhe të tjera tha: "Safri ba'idun wa zadi lan yuballigha." Tha nga se jem duke marrë një udhëtim të gjatë, e furnizimi ndoshta nuk do t'jeti mjaftueshëm. Ka për njerëzve ju vëllezërit e mi që kanë vdekur 2000 vjet, ka për njerëzve që kanë vdekur edhe më shumë se aq, dhe ka për baballarëve dhe gjishërve tonë që kanë vdekur para 50 edhe 60 vite. Pra e kanë bërë një jetë të tërë në jetën e varit. Andaj o vëllahu im, pse të don vëllahu? Pasha madhërinë e Allahut, vëllahu pse të don? Të përgatitemi për takimin me Allahun subhane. Para se jemi duke digjo sot o ju vëllezërit e mi, kështë pa ndru jetë një djalosh 50 vjeçar. Po çka është me mosha 50 vjeçare? Ndru njerëzit jetë o ju vëllezër në moshën 20 vjeçare. Vdekja vjen pa pritur, e gjitha ajo që kërkohet, përgatituni për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Rujeni për harameve që na ka ndaluar Allahu xhallahu ala. Elus Allahu xhallahu ala që të jemi të tillë ya rabbel alamin.